Dhe nëse nuk është mirë Shqipëria, nuk do të jenë mira as trevat. E me këtë pretekst ne duhet të ngrihemi dhe të reagojmë duke formuar një lob shqiptar. Ne si shqiptar nuk kemi lob shqiptar stabil. Ne kemi lob kur na ndodh një kërcënim i madh. Nëse sot do të plasë lufta me Serbinë, ne do të angazhohemi të formojmë një lob shqiptar. Ama nuk është aktiv. Pra, ju po thoni që çdo krahin ka formuar nga një shoqat, edhe vështirë që të bëhen gjitha bashkë. Pak a shumë, po, por edhe sikur këto shoqata të paktën të punonin, se nuk është qëllimi të bëhen bashkë në një federatë. Nuk duam të cënojmë privatësitë edhe pavarësitë secilës zonë, sepse ka dhe pushtetin lokal secila zonë. Qëllimi është të formohet një diplomaci e cila ka vizionin për të ndihmuar statusin tonë si shqiptar, si komunitet dhe të atë dheut atje ku është. Pra nuk është një bashkëpunim bamirësish, se mund të bëjmë ca event, nisim ca para, ose mund dalim në ca media, mund të denoncojmë një 2-3 gjëra si analist pavarur, pra kjo që ndodh, pa kjo që nuk është konstruktive. Ajo që është konstruktive është që ne, siç është shembulli i OKB-s për Bashkimin e Shteteve, OKB-ja nuk funksionon, po teoria e OKB-s, ashtu do të ishte edhe një OKB shqiptare për shembull në Amerikë, ku të bashkohen shqiptarët dhe shoqatat e ndryshme, institucionet fetare, mediat, fondacionet janë grupe të ndryshme, lëvizjet, nismat shqiptare të krajinave të ndryshme dhe të shteteve të ndryshme brenda Amerikës. Konkretisht për Amerikën. Kjo gjë mund ndodhi në vendet ku ka diasporë të konsiderueshme si janë Shtetet e Bashkuara. Nëse kjo do të ndodhe, atëherë po, do të ekzistonte edhe sinjale diplomatike që mërgata do të çonte në atë dhe. Kur ne na vjen Edi Rama këtu, po e marr shembullin thjesht fare. Ne e takojmë tek e tek. Ne çfarë do i them unë Ramës si individ? Çfarë do i them unë Ramës? I them ke bërë keq. Mirë thaj, kam bërë keq. Edhe mbyllet muhabeti. Se unë nuk kam status negocimi. Një shoqat nuk ka status negocimi me kryeministrin e Shqipërisë. Ama nëse ne kryejmë një summit dhe ulemi të gjithë bashkë dhe e presim kryeministrin në summit dhe i themi zotëri i dashur, ke thënë 1-2-3-4 premtime, nuk e mbajtur këtë dhe këtë. Kjo është ndryshe. Dhe këtu ne hym në negociat, qoftë si biznese shqiptare që mund të bëjmë bashkëpunime me Shqipërinë, qoftë si media, qoftë si burime intelektuale dhe financiare. Ama ne duke qëndruar si individ dhe tek e tek, atëherë jemi shumë të vogël se sa pushteti i Shqipërisë. Pavarësisht se potenciali ynë është më i madh. Duhet luftë kundër përçarjes. Nuk është selektive, është luftë. Lufta nuk është selektive. Në luftë nuk zgjidhen burrat e mirë, veç edhe burrat e këqij veç. Në luftë bëhemi të gjithë bashkë për një kaos dhe për një atë. Dhe duhet ta kuptojmë që kjo nuk është për egot tona personale, por është në kurrizin e brezave që vinë në të ardhmen, është në kurrizin e faktit që mund mos ta kemi më një atë. Për 20 vjet, për 30 vjet, sa shqiptarë do kenë mbetur, sa tuaj do jenë, nuk do jetë më toka jonë. Burimet natyrore dhe minerare që shpërdorohen dhe abuzohen nuk kthehen më mbrapsht. Koha jonë nuk kthehet më mbrapsht. Pra koha që ne po harxojmë duke denoncuar, duke u përpjekur, nuk ka për të kthyer më kurrë. Parat mbas e kthehen. Koha nuk do të kthehet kurrë. Dhe hajde të përpiqemi që kjo gjë mos ndodhi dhe me brezat në vijim. Ky është bashkimi që shqiptarët duhet të bëjnë. Diaspora, për të përgjigjer pyetjes dhe për ta përfunduar, jo, nuk e kemi një zë sa për t'u çuar administratës shqiptare e jo më jo diçka këtu në Amerikë me përçarjen që ekziston. A ka potencial? Në mënyrë absolute ka potencial për të ndruar gjërat madje në një kohë të frikshme për pushtetin atje. Brenda javës, po të donte. Po halli është deri tani nuk do, jo për arsye të fjeturisë vetëm, po është edhe një proces gradual. Zgjedhjet e tjera të mërgatës do ketë angazhim shumë të lartë. Pra kërkon kohë kjo punë. Kërkon dhe punë. Tedi kam dhe diçka të fundit tani për në aspektin më të gjerë, analizat e fundit, informacionet nga mediat, nga ekspertët, analistët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, diplomatët, ata që kanë qenë dhe që janë tashmë në funksion në detyrë. Çfarë po ndodh, çfarë duhet presim? Trumpi qetësoi pak Europën sot kur tha që nuk do të ketë ushtri për të marrë Groenlandën. Pra duke qëndruar tek negocimi në tavolinë, pra jo në terren. Po në tërësi çfarë do presim? Shiko, nëse kjo do të eskaloj, pra konflikti mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa shteteve të Europës, për çfarë lloj kauze, kjo rrezikon në krah tjetër në interes të Rusisë, rrezikon një përçarje mes Europës, sepse do të kemi vendet europiane pro-europiane dhe vendet europiane pro-amerikane. Nëse kjo përçarje do të ndodh, do vendet europiane që nuk kalojnë me Amerikën, herët avon do të kalojnë nga krahu ruso-kinez, sepse nuk kanë fuqinë për ta përballuar të vetme.
nëse Trump do të eskalonte këtë konflikt, kjo do ishte e tmerrshme për fuqinë që Europa ka. Por nuk e besoj se kjo do të ndodhë për arsye se nuk është në interesin amerikan për ta eskaluar këtë gjë. Sepse ashtu siç kjo gjë do të eskalojë dhe Amerika mbase mund të zgjerojë pushtetin e saj nga këto vende europiane të cilat do t'i binden, krau tjetër do të humbas nga vendet të cilat do të kalojnë nga krau tjetër. Europa është në fund të ditës është një trup pak i bezdisshëm mes ruso-kinezëve dhe Amerikës, të cilin ta do të kishin shumë rahat sigur ta ndanin në pjesët e tyre, sepse Europa qëndron si një grup pak i pavarur, është pak më i vështirë për t'u bindur sepse ka shumë shtete, ka shumë kultura, ka shumë ide. Pra, pavarësisht se ekzistojnë grupet, Franca thot jo, Gjermania thot po, Italia thot ndoshta, më kupton, pra është pak e decentralizuar. Dhe ky decentralizim prish stabilitetin që kanë ndërtuar perandorit. Dhe kjo është arsyeja vetme pse konflikti ekziston. Por unë nuk pres, tani kjo është, ne nuk e dim çfarë do të ndodhë. Unë nuk isha në Trumpin, por unë nuk pres si Trumpi të destabilizojë Europën, se do të ishte një gabim i tmerrshëm në krye për Amerikën, edhe do të fuqizonte shumë Rusinë. Rusia, besoj, Putini e ka parë me shumë dëshirë, ka qenë duke ngrënë kokoshka dhe ka parë konfliktin që ndodh, thotë sa bukur që zihen këta, se janë të dy kundër këtij. Ne duhet të jemi racional. Por nëse diçka do të ndodh, Shqipëria do të jetë në krahun amerikan me ç'kemi parë. Gjithmonë është e para për të reaguar. Pam edhe reagimin e presidentit kur ndodhi sulmi ndaj Iranit. Pra nga vendet e para që u çuan. Por deri tani, deri përpara se të vinte letra e Trumpit, Rama thoshte që integrimi evropian, bashkimin evropian, pra kemi pasur një ftoje në raport me SBA-n, kurse ju thoni që tani mund ta kthejë, thot, mes dy zgjedhjeve perëndimi, Amerika, jo perëndimi Bashkimi Evropian.